Ky ka qenë informacioni i fundit për vdekjen e djeshme në Prizren, që fatkeqësisht vazhdojnë të jenë të shumta këto vdekje në vendin tonë, në vendet e punës, sidomos në pjesën e ndërtimtarisë. Ne do të kalojmë menjëherë tek debati i paralajmëruar për atë që po ndodh në Shqipëri. Dje ka qenë dita 22 në Mosgaboma, nëse jemi të saktë, e protestave të mëdha atje, që ka nisur gjithçka për çështjen e zvërnesës, po tashmë duket që ka të bëjë edhe me shumë çka tjetër, me shumë pak kënaqësi të qytetarëve atje. Një protestë në cilën janë përfshirë shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, po ashtu ka edhe nga diaspora që po marrin pjesë, gjë e cila ka bërë që këtyre ditëve të ketë një debat të madh se kush duhet të marrë dhe a duhet të marrin shqiptarët të tjerë jashtë Shqipërisë pra në këtë protestë. Kjo protestë dhe ky debat, kjo çështje tashmë ka marrë edhe konotacione politike, që është e pashmangshme, ka pasur shumë deklarata dhe një pyetje që është duke e bërë vazhdimisht është që kush po qëndron mbrapa këtyre protestave. Kemi shumë për të folur realisht, me një panel shumë të zgjedhur, me ne fillimisht është Vasilika Zotaj në studio. Vasilika, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Është Astrid Gjocaj sot në studion e Kosova Live. Mirë se erdhe, Astrid. Kënaqësi. Do të kemi Nasim Haradina drejt për drejt dhe Pal Shtupin po ashtu, nëse po na dëgjoni, ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirëseardhje. Ndërkohë, për ju panelistët. Faleminderit shumë kënaqësi. Edorand, me që dhe Vasilikën e kemi të vetmen grua në këtë debat që kam përshtypjen do të jetë i zjarrt, se të paktën Vasilika po bëhet i zjarrt në rrjetet sociale. Nuk do ta parashtrojmë fillimisht këtë pyetjen që kryesorin ta themi që është se kush po qëndron brapa këtyre protestave, por si po e sheti, është hera parë që të kemi në studi për këtë çështje. Sa kam dëgjuar nga ti, ke ca këndvështrime të tjera nga ato që kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve. Para se të fillojmë për shembull me analizën, duhet të shikojmë pak i gjithë historikun politik të Edi Ramës. Qysh ka funksionuar? Edi Rama ka ardhur në vitin 2013 në pushtet, pas 8 vitesh në opozit, ka qenë kryetari i bashkisë e dim gjithë. Duke qenë kryetari i bashkisë ka një politik pak, krijon një politik pak klienteliste me klientin. Për shembull me pjesën tjetër. Për shembull, do t'jap një leje ndërtimi, po çfarë do më japësh për financimin e forcës time politike. Kështu funksionojnë përgjithësi kryetarët e bashkive. Në momentin që ka ardhur në pushtet, ai ka ardhur në pushtet pas 8 vitesh që tash në opozit, dhe Sali Berisha u tregua tepërfere, humbi pushtetin edhe ja dorëzoi në mënyrë simbolike, dorëzoi Partisë Socialiste. Duhet të dimë që nuk ishte për të ardhur pushtet dhe nuk ishte për ta krijuar qeverinë sipas kodit zgjedhor në Shqipëri. Nëse Ilir Meta atëherë ka pasur disa mandate, një 14 mandate më duket, nuk mund ta krijonte nëse Ilir Meta nuk do të ta kishte përkrahur. Të gjithë e dimë, nuk e di sa e di në Kosovë, Ilir Meta ka qenë pjesë e qeverisë me Sali Berishën, pastaj u bashkua me Partinë Socialiste. Ka 13 vite në pushtet, që në 2013-ën, supozohet të jetë deri në 2029-ën. Këto 13 vite në pushtet, sikur të ketë qenë edhe pushteti më i kulluar, dihet që të konsumojnë absolutisht. Por Edi Rama e ka krijuar qeverinë, unë e kam thënë një herë në emisionin tuaj, politikën e jashtme e ka bërë mirë, e ka bërë të dukshme, se ky është Edi Rama. Ai nuk funksionon në brendësi të problemeve, pa ai funksionon në përgjithësi në pjesën e jashtme të problemet. Kur ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, neve e dim kryetari i bashkisë, që i ka lyer të gjithë ato. Ku dua të dalësh me këtë analizë, Vasilika? Do me thënë, dua të them që është një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë protestat. Dhe shumë mirë që dhe shqiptarëve të Kosovës si kthyer vëmendja nga protestat. Sepse e pash në fillim nuk ishte ndonjë vëmendje të posaçme për protestat. Ose ndoshta kanë menduar protesta si shumë protesta që janë në Shqipëri, do jenë edhe do shuhen. Po më duket se protesta është në ditën e 23, edhe kjo tregon që protesta nuk ka ndërmend dhe dijen e pam shumë mirë që dolën dhe me kërkesa politike. Këto kërkesa politike konvergjojnë edhe me kërkesat politike të opozitës. Pavarësisht se ata e kanë braktisur dhe nuk duan ta përfshinë opozitën, elementë të opozitës kanë në plan dhe kanë, si them, gjithë arsyen e mundshme dhe gjithë dëshirën e mundshme që të marrin pjesë në protestë. Do shta zotit Haradina, ja? Kja japim kjojmë të bëjmë një balans, kështu që kemi me lidhje direkte. Zotit Haradina, i nëse përna dëgjana, pak një mendim për protestën, për ditën e 23, po ashtu edhe për përfshirjen e shqiptarëve nga kudo, diaspora, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, tashmë është përfshirë edhe një debat tjetër ku po flitet shumë se a duhet që edhe UÇK-ja, ushtarët e UÇK-s të janë pjesë e kësaj proteste. Pse gjithë këto debate, gjithë këto diskutime në një protestë të vetme, zotëria Haradinaj?
sepse vetë protesta dhe ata të cilët ta shkove të fundit po fillojnë me dalë, si zëdhënës protestat ose si nismetarë të protestat, nëse ata janë, dhe nëse dalin të vërtetet, ata lancojnë ata sikur këtu është ka bëhet një protestë gjithëkombëtare. E para, në Shqipëri nuk është duke mbrojt një popull që është i shtypur nga një tutel ose nga një okupator si ishte Kosovë. E dyta, kanë lancu temën sikur Shqipëria na ka nejmu në Kosovë dhe ne tash ja kemi bërë gjatë punë, por edhe kjo nuk janë të dy sene krahasime, sepse Shqipëria e ka nejmu popullin shqiptar dhe ka me kushtetut të ndihmoj, por kur jemi të shtypur, do të si ishte regjimi Miloševićit, dhe që është krejt normal. Në Shqipëri ne nuk kemi pushtus. Në Shqipëri mund t'jetë pak knajsi, sikur çdo herë do t'ketë në sitlat shtetet zhvillune, por ato pak knajsi realizohen normal me protestat demokratike, pa qëllime tjera, por nëse dojnë me rrëgju, kanë pas shanse të rrëgjojnë në votime. Ai popull, aja masë që është marrë, ashtë që madhe, ata kanë shanse të votime dhe të dëshmojnë që do të nërru. Si që është nërru Ramiz Alia, por atërë o bo një thyni e revolucion që kanë ndërmu dhe tjerë për me thy komunismin. Tani kemi një shtetë demokratik, a ka shkon mirë, a ka shkon keq, a ka shkon në mënyrën e dur, është populli kur voton. Kur ka po që duhet me marë Sali Berisha, ka marë. Kur kanë po që duhet me marë Fatoslana, e kanë marë. Ne shqiptarët për te mdo se të kënë jemi sikur jemi të ndonë në politikë dhe pluralizmi së mënë. Kjo masë e madhe që është aty është mirë bëgëzën nëse për një mendoj që ka shumë kritika dhe Shqipëria bëhet ma mirë. Por nga kush? Nga kush? Kush janë ata që për regjëks? Për shka? Dhe dyta, vota, e treta, nuk mund rrohet kushtetuta nga rruga. Kushtetuta ndrohet në parlament, është momenti votau, letë e dalën e vota, të mujnë qoftë, ramën qoftë, Hasani qoftë Hyseni. Pra po thu që nuk po përputën vota edhe ajo që po shojnë në shesh, apo jo? Qërë, po, unë për shokë, shqiptarët nga Kosova. Shqiptarët nga Kosova ka dy qëllime. Të parën shqiptarët nga Kosova, ata cilët e kesh kuptojnë këtë kuptim se do të minimu Shqipëri se na ka nimu, atër dirë Shqipënia na ka nimu, edhe na nimojnë edhe do të na nimojnë edhe do të nimojnë një tjetër sa herë, se në dhe rrezikohet se cila pjesë e teritorit shqiptar ku do qoftë ajo. Por ne duhet jem kushent, duhet të nimojmë njëjtë edhe në visët e Preshevës, edhe në Mazbiat në Maqedoni. Gjitha shqiptar patriot të mëdhaj, se nuk e në proteste në drejt shkrimit tani ku patem provimit të gjus në Maqedonin shko. Se nuk reagun ku Ivan Stojković i konfirmuar nga vetë organet Maqedonis si punëtori bia serbe, është bërë zdavens ministër Maqedoni. Jo, aty jo. Prandaj unë mendoj se në Shqipëri, ata cilët kosovarët përshkojnë, një pjesë janë maqojnë mallin e 97-s, ku vinin disa nga diaspora për të takuar familjarët e tyre që kishin një nga regjimi Slobodan Miloševićit, i vleshin një parteshën që kushtojnë 10 marka gjermane, i bëshin 2 fotografi me një kallash sepse ishte leta gjë dhe thonin erdhëm në UÇK dhe të njëjtit i kom pa mbi tanks duke dashur me rrëzu edhe atëherë televizionin shqiptar që ishte i vetmi burim që bënte propagandën e drejtë të luftës që u bëne UÇK-s. Prandaj, na lejo vetëm pak, të lutem, vetëm për fillim, ti marrim edhe opinionet e të ftuarve tjerë dhe do të kemi kohë. Se kemi edhe shumë pyetje tjera. Astrid, dua të marr një opinion edhe prej teje. Pra, dëgjuat edhe Haradina, dëgjuat edhe Zonjën Vasilika në studio. Pra, në shumë momente është gjithmonë ka qenë kjo thirrje, shqiptarët duhet të jenë të bashkuar. E kemi një rast të tillë, një protestë madhore kësaj radhe që po bëhet, që njerëzit edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, edhe nga diaspora po marrin pjesë. Ndonjëherë edhe në mënyrë të organizuar, ka prej tyre që shkojnë në Tiranë dhe dëshirojnë të marrin pjesë. A është i drejtë ky debat që po bëhet? Të na si popull gjithmonë janë keq kuptu këto koncepte, sepse na duhet me ditë pse duhet mu bashku shqiptarët dhe kur duhet mu bashku shqiptarët. Unë para 2 dite e pata një shkrim që bëna në rrjetet sociale dhe bëna thirrje që lëreni Shqipërinë rehat. Kur thash lëreni Shqipërinë rehat, konsistova në këto. Është e drejtë ligjore, legjitime që në Shqipëri dhe në çdo vend të protestohet, sepse protesta është një mjet demokratik për me shpreh pakënaqësitë dhe as që du me kontestu të drejtën e qytetarëve të Shqipërisë që të protestojnë. Me të drejtë le të protestojnë, me të drejtë le të arrijnë kërkesat e tyre dhe ka qenë shumë irrituese
sjellja policisë private ndaj protestuesve në fillim, sepse maltretonte, kestrajtonte protestuesit dhe ka qenë irrituese mos ndërhyerja policisë shtetit që të arrestojnë ata njerëz dhe të burgosen. Besoj se aty filloi gjithçka, nga ato pamje filloi edhe revolta dhe protestat e mëdha. Me shku në protesta në Shqipëri. Dhe a kanë drejt nga Macedonia dhe gjitha vizet tjera, na kemë drejt me shku me përkrahje se ka nevojë diçka tjetër, po jo këto protestat të cilat janë pak nasit brendshme të qytetarëve të Shqipërisë. Për faktin që në Shqipëri, unë nuk munda me shku si poshtë edhe kërkesat që ndodhen mbrëm prej Këshillit të Organizimit Protestuesve, që kërkonin ndryshimin kushtetues, ndryshimin e ligjit zgjedhor dhe disa ndryshime të ligjeve të tjera që unë nuk i preki, nuk i jetoj dhe nuk më ndamtojnë mua, po i ndamtojnë qytetarët në vendas. Dhe nëse në Shqipëri nuk ka protest gjithë popullore të banorëve që jetojnë në Shqipëri dhe kanë drejt votën në Shqipëri dhe jetojnë në Shqipëri, atëherë pse duhet unë me shku dhe me rrëzuat udhëheqje që e kanë zgjedhur ata dhe me kërku unë ndryshim diçka për ata që nuk po e kërkojnë brenda. Por nëse qytetarët e Shqipërisë konsiderojnë që po bën shumë padrejtësi, atëherë shqiptarët kanë të drejtë të ndihmojnë ta ngrisin zërin, a? Shqiptarët mund të ndihmojnë duke përkrahur çdo thirrje të qytetarëve për të drejtat e tyre, po jo të shkojnë fizikisht dhe demoloj atje apo të krijojnë një numër të konsiderueshëm në Tiranë, kur vetë shqiptarët e Shqipërisë mund ta bëjnë atë nëse ata vërtet e vlerësojnë shumica. Ne kemi edhe në Kosovë pak nasit ndryshme, kemi Maqedoni, e tha dhe inderumi dhe shumë i respektuemi komandanti Nasimi. E po të protestën studentore që përfundojmë në ditë Shqipërinë për ligjin. A është interes nacional, a është interes kombëtar? Pse nuk u bashkuan shqiptarët atje? Pse sot që po bashkohen tani? Po, shiqur që po bashkohen ndaj vetit, sepse kjo është problemi. Bashkimi duhet të jetë në momentin e duhur kur mbrohen interesat nacionale kombëtare të shqiptarëve, kur kemi padrejti ndaj kombit si komunitet dhe jo ndoshta ndonjë veprim apo gabim politik, të cilin mund ta zgjedhin qytetarët e Shqipërisë me drejt vote, me revolta, me protesta, po ata që i kanë zgjedh, le t'i heqin dhe t'i binë ata duhurit. Po, ne nuk po bashkohemi interesat kombëtare nacionale. Nuk po bashkohemi sot kur po ndrohen emrat e emërtimet në gjuhën shqipe në Tetov dhe quhet tetovari prej Tetovë shkon proteston në Shqipëri. Dhe quhem ne të Kosovës se 2 vite vujm për mos institucione stabile dhe dojmë me shku me kriju dhe mos stabilitet në Shqipëri për çka që thjesht i bindun, nëse mediat kanë me shku me intervistu këta protestues nga Kosova dhe nga vizet tjera shqiptare, jo të Shqipërisë, sepse ata me të drejtë e din hallin diçka. Të garantoj që një pjesë e madhe nuk i din kërkesat e protestuesve, nuk e din për cilën vend po bëhet fjalë dhe nuk e kanë një uri të vjen ai vend që po protestojnë këta. Më shumë po e sheh si një entuziazëm që ti bashkohet. Po e shoh nëse guxoj vetëm këto pa marrë kohë, e poshtë. Do të kalojmë një herë tek zotri Shtufi edhe kërkesat e Këshillit Organizativ që ishin 6 kërkesa puro politike. 5 kërkesa, janë ato 5 apo. Unë po i lexoj që to 6 i kanë radhit këto, ndoshta 5 esenciale. Pastaj ka anekse. Po shikoj, unë po flas për këto. Kanë kërkuar dorëheqjen, krijimin e qeverisë teknike, ndryshim kushtetues, kanë kërkuar ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive, kufizimin e ushtrimit të tyre kryeministrit dhe tek kalojnë te paralelisht kërkojmë te esenca pse është organizuar dhe pse është thirrë protesta. Do thotë kjo tregon që kjo protestë në fillim, në esencë, ka pas një qëllim të mirë dhe për mu ka qenë e përkrahur në fillim kur ka qenë qëllimi dhe arsyeja dhe ka deviju gjatë rrugës. Dhe prap kisha me kërku që këta me kërku transparencë, nuk do të thotë që nëse ka ndodhur një investim, me kërku transparencë si ka ndodhur, pse ka ndodhur, gjë që nuk po kërkohet për protestuesve. Okej. Zotri Shtufi, dëgjuam shumë me cilat prej tyre pajtoheni dhe me cilat jo. Cili është këndvështrimi dhe analiza e juaj për fillim? Po thuaj se pajtohem me parafolësit dhe jo aq me zonjën Vasilika, sepse nuk ofroj argumente kush qëndron prapa. Ne nuk e dim kush qëndron. Figurat që dalen janë të mërshme, domethënë ato në asnjë formë nuk do të duhet përkrahur. Por sidoqoftë një gjë është pa kontestuese në Shqipëri, edhe jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe më keq. Demokracia është e keq kuptuar, demokracia është rend, është ligj, është rregull. Domethënë, është një parim që ai që fiton, përveç se ndonjë skandal i madh qeveritar, mund të kërkohet dorëheqja. Po s'mund të kërkohet dorëheqja për një projekt kundër të cilit janë në radhë parë Grekët,
e në radhë dytë, iranianët e do qenje tjera në Balkan, cilat janë vërtet të rrezikshme për Shqipërinë. Ndërsa kemi numrin shumë të madh njerëzve që besojnë plotësisht se kanë të drejtë, sepse ato janë të lodhur me qeverisjet postkomuniste në Shqipëri. Është Edi Rama mjaft përgjegjës për korrupsionin që është Shqipëri, sikur që është çdo qeveri pas komunizmit. Do të thonë, nuk është e kotë kërkesa, por është e gabuar. Është e gabuar sidomos në substancë, kur nuk ke një personalitet ose disa personalitete në cilat vërtet mund të besosh, nuk ke se si ta përkrash. Si do të ishte e drejtë kërkesa, sipas jush? Kërkesat janë drejta, por mos të jenë të minuara. Kërkesat janë të minuara që në start. Kërkesat janë armiqësore nga Greqia. Greqia nuk mund ta përballoj një projekt tillë çfarë parashihet në Adriatik përballë tyne. Në fundit, siç e dini, veriu grek, pjesa veriore e Bregdetit, nuk është aq e zhvilluar. Dhe një zhvillim i tillë në Shqipëri, natyrisht ka ndikime jashtëmase negative në ekonominë e pjesës veriore të Greqisë. Po ne s'du ta shikojmë këtë. Për ashtu ne s'du të bëjmë asnjë gjë, se kemi edhe në veriu, edhe lart veri kemi Malnezi. Të mos ta zhvillojmë tani pjesën tonë. Do të thotë, këtu është çështja. Në thelb kërkesa është e helmuar, jo nga shqiptarët e ndershëm, jo nga ambientalistët e vërtetë. Jo kur besojmë ta. Shtrohet pyetja, me ç'po thoni jo nga ta. Nga kush? Nga kush pra, nëse jo nga shqiptarët e ndershëm, nga kush? Hatas, kjo është pyetje naive, më fal që po them. Jo, kjo është hatas e kërkuar nga Greqia. Dëgjoj, kjo është hatas e kërkuar nga Greqia. Kjo është hatas nga Irani. Ti shikoj njeriu që mbron regjimin kriminal të Iranit, është në krye të lëvizjes. Po, dhe në fakt është hapur edhe një diskutim tjetër, ajo që tha më herët se kush është organizatori protestës, nëse na ndihmon regjia edhe me postimin e Edi Ramës, i cili thotë se ka pranuar një letër edhe nga OVL-UÇK-s në Kosovë, të cilët kanë mohuar se i njëjti përfshihet me UÇK-n, se i njëjti është me të vërtetë organizator. Do të sqarojmë vetëm pas pak për të marrim një mendim nga zonja Vazilika. Unë që efekti Edi Rama, efekti antiproteste e ka realizuar, duke ngritur këto teori. Kush jeton në Shqipëri e di shumë mirë që protestat ishin vetëm ajo pika e vlimit. Kishte kohë që kishte vluar. Edhe duhet i them edhe zotris një informacion i gabuar, Edi Rama nuk e ka Partinë Socialiste postkomuniste. Ton ka 35 vite në pushtet, Edi Rama e ka marrë në 2013, pasi është bërë një purifikim dhe një pastrim i zonës nga efektet e postkomunizmit. Edi Rama e ka arritur qëllimit duke bërë këto probleme, duke ngritur këto artificie. Këto për mua janë artificie. A ka të drejtë shqiptari i Kosovës dhe shqiptari i Maqedonisë të marrë pjesë në protestë? Ka të drejtë absolute të marrë pjesë në protestë, sepse Shqipëria është pjesë e kombit. Ashtu si Kosova është pjesë e kombit, ashtu si Maqedonia është pjesë e kombit, ashtu si unë jam nga Shqipëria dhe marr pjesë në debatin politik në Kosovë, pse një shqiptar i Kosovës mos marrë pjesë? Nuk është e drejtë nëse veten në mënyrë të organizuar nga forca ndryshme politike. Atëre po nuk është e drejtë. Atëre duhet parë që është një lloj, si them, një lloj propagande ose një lloj qëllimi që shkon nga mbrapa, që të marrë pjesë, se mos marrë pjesë. Do që ta ketë Shqipëri ndryshe. Çdo efekt pozitiv në Shqipëri pasqyrohet edhe në Kosovë, pasqyrohet edhe në Maqedoni. Po, dhe Vazilika, kjo është çështja pra. Ka prej atyre reagon. Po i dëgjoj. Dëgjoj, unë jam djathist, s'kam lidhje me Edi Ramën, as me socializmin. Por një gjë ta kesh qartë. Shqipëria postkomuniste, asnjë parti nuk e ka djathtë të vërtetë. Më pak është treguar djathtë Partia Demokratike. E djatha, tash dëgjoj. E djatha është traditë, e djatha nuk bëhet dje me PPSH-n dhe formim total i PPSH-s të nesërmen i PD-s. Të më thonë është një loj koti kjo se ne mund të zhvishqemi aq shpejt. Jo, e ke gabim, PPSH-ja u bë Parti Socialiste e Partia e djathtë. Edhe kush? Fatos Nano, Partinë e punës Shqipërisë e ktheu Parti Socialiste, jo Partia e djathtë. Edi Rama, dëgjoni diçka. Edi Rama është tregu
ma i djathtë se çdo i djathtë tjetër në disa veprime kapitale. Jo që s'ka gabime, jo që s'pajtohen me kërkesat kundër korrupsionit. Jo, pajtohen plotësisht. Por në këtë formë dhe në këtë mënyrë është tërësisht e gabueshme. Pa të pse zotri Shtufi ka një numër kaq të madh të protestuesve, ne po i shohim edhe parullat, edhe thirrje, duket se qytetarët janë shumë. Sa? Se shumë e ka një emër. Mbi sa jeni më I keni para dhe vetë, zotri Shtufi, se... Janë pamje që tregojnë se qytetarët janë të pakënaqur me qeverisjen e Edi Ramës, a? Po, sa janë? Veç ta definojmë që... Janë mbi 100.000. 100.000 fidese. Edi Rama i ka 800.000 votus. Jo, nuk i ka klient. I ka klient të pushtetit e Edi Rama. Nuk i ka... Jo, i ka të patronazhistë. Ka flet për numër njerëz, për jetë njerëz që kanë votuar, jo klient. Përsa ai ka rritë me pas klient. I ka patronazhistë. Pastrit, ata votues, kur votojnë ne nuk e dim se kush voton për Edi Ramën. Në protestë po dalin me fytyra, po dalin ata persona të protestojnë. Edi Rama dhe është partia socialiste që po ndjek politika të duhura apo demokratike është çështje tjetër. Nëse na po flasim, a duhet me marr pjesë shqiptarët e Kosovës në Shqipëri? Unë e di se jam i paparagort me ju aty në studio. Po, zotëri Aradi. Andaj keni pak konsiderat, për ndryshe po të isha aty, do të kishin komentuar ndryshe. E para, edhe ju që pëllëshni programin, e para, do të jeni kujdesh me lloj kërcimi kjo apo pa jo kërcim, jo, po më fal. Mos pori me termin protest mallore, ti mund të thuash protestë madhe, se a është mallore apo mallore do të shihet fundi. E dyta, nuk mundesh me thonë që janë 100.000, 200.000 atje, sepse turbat mos harroni. Turbat janë të brishtra dhe është më së lehti që këtu të kesh përdorur nga element të sofistikuar dhe të agjencive të ndryshme. Ajo ofenduan njerëzit. Njerëzit kanë mendim fishnik në protest dhe mendojnë që është e mirë. Por roli i madh është ai i cili nxit ata dhe e ke shpërdorur këtë turp. E dyta, të flasim për Kosovën, për Shqipërinë, fatkeqësisht, dhe për pjesën tjetër ku kanë dalë për shtetë post-komunistë dhe të themi që kemi parti të djata, nga vetë ata të cilët ishin kryta atyre partive, të fillu për Sali Berisha, Ibrahim Rugove, mu e tjerë të tjerë, kjo është një fars ose është një makjarë që dojmë i mashtru vetën. Prandaj pajtona me ata që tha, ka problem me pas parti të djatë, por nëse ka sjellje të së djatës për ka investimet kapitale në Shqipëri, ka më shumë të kjo, ky neokomunisti, jo Sali, por neokomunisti për nëzojt Edi Rama. Prandaj, nëse dojmë me rëgju sistemin politik, në kuptimin, nëse dojmë me nërru qeverit, është e drejt. Është e drejtë dhe se cilit Kosovar dhe kurtër shqiptar me prekra atë apo pjesë e në demokraci. Por jo të vendosin për të rëgjuar, sepse ne nuk kem nevojë, ne mund nërrojmë qeverit, ne mund kritikojmë, por nëse është ashtu, si shtajo zonja Vasilika është kombëtare, atër mos harroni Vasilika me çështje kombëtare është çështja shqiptare në preshet. E janë atje të bomë, nuk kem nevojë 100.000, a dhe të bomë 10.000, a dhe apo e omonë. Hate shkojnë Maqedoni të bomë 12.000. Hate të shojmë sa kombëtar jemi. Zotja Haradinaj, nëse më jo mos harroni. Si protestas nuk e pas 100.000, nuk e pas që përdhunje me numër, nuk e pas asë kohë lutë me përkrajnë. Zotja Haradinaj. Shqiptarët mund të përkrajnë, këndojnë. Mund politikisht të jenë me këndojnë. Por nuk duhet të bim prej atyre të cilët dojnë arbitrarisht dhe me dhunë në një shtet demokratik, aqë sa ka mujtë me konë Shqipëria Kosova dhe vinë të rrojmë qeverit. Jo, pa kjo ka pitë. Dhe zotja Haradinaj, vetëm sa për sharem, kur ne i bëjmë pytjet si moderatora, sepse po diskutohet edhe kjo pjesa e pytjeve dhe informacioneve që ne i po japim, kur pyesim ne pse janë 100.000 qytetarë që po protestojnë kundër Edi Ramas, ne duhet të marrim përgjigje nga ju që jeni musafir për të dalë në një konkluzë sepse po shumë e qartë. Kjo është çështja. Se kemi edhe të tjerë. Haradinaj. Ne morëm përgjigjen. Na mirë kuptoni. Bebi se kërcës në 100.000 mund më konë krejt 100 vetë. Të tjerët mendojnë që jenë të bo mirë dhe prandaj nuk jetë pajtur. Po janë të manipuluar. E qartë, informacionet dhe pyetjet po bën për të marrë përgjigje nga ju, dhe për ata që po na shikojnë që të kuptojnë pak a shumë se çfarë mendimi keni. Të quhet protesta madhore është gabim. A nuk është e madhe? Nuk është protestë e madhe? E madhe të madhore ka dallim shumë. Okej, prit vetëm pak. Zotri, po, Astrid, duke që ne po sillemi të gjithë nga diçka, por nuk po dalim krejt në temë. Dhe çështja është, kjo pyetja që po bëhet, kush është mbrapa kësaj proteste dhe
A është e përfshirë Kosova politikisht mbrapa kësaj proteste? A ka njerëz të politikës që janë përfshirë? Pra, kemi zëra edhe nga vetëvendosi që janë dalë haptazi pro kësaj proteste. Kemi statusa që do t'i shohim pas pak. Pra, edhe nga këto analizat që po i bëni, sa po e kuptoj, do të se deri sot, një 90% kemi dëgjuar që janë pro këtyre protestave. Por, kur nisi ky debati politik, njerëzit sikur kanë rezerva për këtë protestë. Problemi është se krejt po kanë dëshirë me thonë, po kanë frikë mu përfshi në gjana. Nëse ne kemi thirrje të figurave politike për protest, bashkim të shqiptarëve, edhe poshtë edhe një video edhe vetë tashti që po bëhet është po shumë e përfolur Dejona që po thirr që kur janë shqiptarë të bashkuar, kur janë këta, ke figura që janë po politike në protest Tiranë, edhe prej Kosovë, edhe prej Maqedonisë, të Vlenit, edhe sigurisht që në tekst është thirrja popullit me shku me marr pjesë. Ndoshta nuk ka një mënyrë të organizuar me transporte me këto gjana. Çdo thirrje. Se prandaj ndoshta me dallu, nëse na flasim për pjesëmarrjen e shqiptarëve në protestë dhe për mënyrën e politikë bërë Shqipërinë, dyqë është ndomë për mua. Dhe nuk dua as ta nxjerrë Edi Ramën si një politikan të mirë të poster, e as Ali Berishën, e as një politikan në Shqipëri, sepse s'po bëj analiza politikave në Shqipëri. Protesta është thirrë për një qëllim. Ka qenë investimi. Ne duhet me po a ja vlen a investim në Shqipëri. Dhe ata shohin qytetarët e Shqipërisë. Dhe ata duhet me kërku transparencë rreth asaj që po ndodh në Shqipëri. Dhe jo ne të shkojmë dhe të rënojmë një sistem të cilin e kanë zgjedhur qytetarët e Shqipërisë. Dhe nëse ti flet për 100.000 dhe shohim se janë diku 20-30.000 ndoshta që vijnë pe viseve të tjera shqiptarëve aty. Atëherë nuk po flasim për një shifër reale. Dhe ne e shohim atëherë sa ka qenë pjesëmarrja në zgjedhjen në Shqipëri, sa ka banuar Shqipëria, kjo shkon për procent me Shqipërinë, sa ka të pakënaqur shqiptarët e Shqipërisë ndaj atij vendimi politik dhe ndaj asaj qeverie. Sigurisht që tha dhe nderumi që nuk është Edi Rama politikoni më i miri, ka pakënaqësi nga më të ndryshme që ndoshta duhet më çu ke Shqipëria në kom. Po kjo që ne më shku dhe më ndërhy dhe më rrezu një sistem politik me një shtet ku as drejt votës kem. Si na duket neve nëse neve na vinë 100.000 protesta nesër në Prishtinë. Dhe të kërkojnë në këto protesta po dëgjojmë duke thirrë njerëz Albin Kurti. Shikoj, njerëz mund të brorasin emra të ndryshme në protesta dhe në vende të ndryshme, ato nuk mundesh me kontrollu, sepse brorasin thirrje të ndryshme që ndoshta s'kan lidhje as me protestën as kur gjë. Njëjtë sikur Uçekeja, njëjtë sikur Albin Kurti, njëjtë sikur Hashim Thoçi ndoshta në protesta për mbrojtjen e vlerave të luftës. Njerëz nuk mund vetëm për Uçekën kur ishte flamuri pa reagime, që mos përdoret. Është simbol, është një diçka që ty të përfaqëson. Dhe ty të tregon që je indiferent ndaj asajna sepse nuk je në mënyrë të organizuar dhe nuk përfaqëson ty. Dhe sigurisht që me drejt kanë reaguar. Dhe e thanë të gjithë. E ja po shkojnë protesta në Maqedoni. Është interes kombëtar, nacional. Dhe këta protestues të Vlenit janë pjesë të udhëheqjes në Maqedoni dhe nuk po ngritin zonin për padrejtësitë që po i bën shqiptarëve që po i shtypim. I kemi në Lugin për shef, sa tha dhe Nasimi, që po shkojmë atje. Po, ne kemi pas disa deklarata të Edi Ramës që ka pas për situata politike në Kosovë. Dhe komplet spektri politik. E atëherë në pushtet kem kërkuar që më najt dhe me udhëheq shtetin e vet, mos përzih çështjet brendshme. Apo përzimin tash çështjet brendshme të Shqipërisë. Sigurisht që po përzihemi. A e dim na, a përjetojmë na për dëshmërinë e shqiptarëve të Shqipërisë? Problemet ato që mund të jenë me numër pa numër të shumta dhe as që po kontestoj të drejtën e qytetarëve të Shqipërisë me protestu. Këta le të protestojnë, po le të argëzojnë qytetarët që e kanë zgjedhur Edi Ramën. Le ta bëjnë këta atje. Nëse nesër vjen puna me u cënu sovraniteti i Shqipërisë, me u cënu integriteti jon kombëtar, sigurisht jo protesta. Po unë pajtona që edhe më vesh me uniformë dhe me armë shku me mbrojt. Po është diçka që ka ndodhur brenda kufive të Shqipërisë me vendimet politike të Shqipërisë, me vendimet e institucioneve që këta i kanë zgjedhur dhe këta le të rrezojnë dhe këta le të vendosin për fatin e tyre. Shtufi, patet një reagim, sidomos kur përmend edhe logo UÇK si pjesë e protestës. T'ju them një herë se unë nuk po ju shoh asnjëni thotë, unë veç po ndëgjoj. Po, kemi bukur po duket. E kemi çfarë? Se di, tash ju ndoshta duke bukur, mos po ju shoh. Dhe isha të them kështu. Besoj që po. Shqiptarët përgjithësi, shqiptarët astret duhet të jap drejt, veç se po të plotsoj. Shqiptarët përgjithësi janë në një keq kuptim historik që jetojmë në 3 shtete dhe ne nuk e kemi kuptuar një gjë. Se po deshe me provu që jemi një shtet tjetër, nisu për Shqipëri me një kamionet dhe fut mall me vete dhe shiko, apo mund ta kalosh kufirin pa dogan. Të mos mund të ta kalosh. Ne duhet të jemi realist, të respektojmë shtetet që kemi, le të quhen ato dhe shtete shqiptare, dhe çfarë do multietnike, çfarë do qofshin. Ne ato duhet mësohemi me norma evropiane të respektimit e jo me fantazit tona të shekullit kaluar. Ne kemi shtet në Kosovë.
Ne kemi shtet në Shqipëri, edhe Maqedonia është shtet. Ne kemi ngatërru pjesëmarrjen tonë në Shqipëri me lojrat sportive. Për sport do të shkojmë 100.000 vetë nëse ka nevojë. Për gëzime do të shkojmë 100.000 vetë. Për ndonjë tragjedi që mos ndodh, por nëse vjen do të shkojmë gjithashtu. Por të shkojmë dhe t'ja saktojmë fatin Tiranësit atje, në Tiranë, se këtë du ta ketë ai kryeministër, këtu nga Prishtina, nga Tetova, nga Gostivari, Atëherë, ata bëjnë një pyetje naive, pse po shkojnë pra? Se janë të marrë. Kjo është marrëzi politike. E thash në fillim, kjo është një marrëzi politike. Ne kemi humbur udhën nga se si duket jemi stërngopur me një liri kaotike, dhe thash si të ditë se që është rregull, çka është rend. Shqipëria është shtet i pavarur dhe kur ne s'mund votojmë atje. Momentin që s'mund votosh, s'ki drejt as të imponosh politikë. Çka ke të drejt, i numrova ma herët, mos t'i numroj edhe një herë. Do më thonë, ne mund t'i dajmë edhe tragjedit bashkë, edhe gëzimet, edhe hidhrimet, çfarë do që kemi, por jo politike. Ta dëgjojmë zonjën Vasilika, pastaj do të kalojmë tek persona që kanë përkrahur protestën, i diskutimit që të pengojnë një qytetar të Kosovës ose qytetar të Maqedonisë për të shkuar në vendin am në Shqipëri. Ashtu si nuk ka të drejtë askush të më daloj mua të flas për Kosovën. Është e njëjta gjë, është e njëjta paralele. Unë e ndjej Kosovën si vendin tim, parimet si vendosim ne, parimet janë në bazamentin e gjakut të dëshmorëve, të gjithë atyre që kanë luftuar për bashkimin kombëtar. Juve kështu vetëm po e ndani më shumë dhe po e distanconi problemet e Shqipërisë me problemin e Kosovës. Nuk mund të shkojnë në Shqipëri vetëm për çështje madhore. Shqipëria nuk ka nevojë për diskutuar kufit. Në Shqipëri shkojmë edhe për këto probleme tjera se janë probleme madhore për qytetarin shqiptar. Qytetari shqiptar nuk ngrihet vetëm për Zvërnecin, qytetari shqiptar nuk ngrihet vetëm për Sazanin, qytetari shqiptar ngrihet kundër korrupsionit, për një shkollim më të mirë. Është edhe një pyetje tjetër. Pra, pse nuk është ngrit deri tash për këto çështje që kaq shumë Kjo është pika e vlimit që ka ardhur. Dhe neve e dim shumë mirë kur ka ndodhur ajo pika e kthesës, kur Ivanka Trump, me gjithë respektin që kemi për Amerikën, po Ivanka Trump nuk përfaqëson departamentin e shtetit. Është vajza e presidentit të Amerikës. Sot është Donald Trump, nesër do vi një tjetër, ka qenë Bideni. Në momentin që doli dhe foli që unë otova në ato ujra dhe më pëlqeu shumë dhe vendosa që ta marr atë, aty shpërthyen njerëzit dhe ka tendenca elementit kombëtar me protestat që kanë ndoshta edhe konotacion politik, kjo nuk është në rregull dhe nuk duhet të qenë. Ju tha ndoshta konotacion politik. Ne po në përzihen aspekti kombëtar dhe kufit të dëgjojmë sepse s'po flas konspirative. Ne kemi sot debat hapur nëse duhet bashkëdhëtor tonë me votuese jo në Kosovë, që janë shtetas Kosovës. Ne kemi pas debat shumë tashmë dhe kemi pas ankesa në Gjykatën Supreme nëse votuesit të komunës tjetër kanë bart banimin në një komunë tjetër dhe kanë votuar veç zgjedhjeve dhe ti flet për territor që kemi kufi. Po bën krahas. Askush nuk ka ndaluar asgjë. Ajda, shkojmë tek ato statuse të lutem pak zgjedhje. Ndihmona se duhet me pas diçka. Ajda. Njerëzit vlerësojnë vetë. Po. Shtufi për pak do të kthehemi edhe do të një pyetje do të lirojmë. Për çështjen kombëtare dhe për mbështetje dhe për dhëmbjen personit që kanë nënshkruar marrëveshje në veriun e Mitrovicës me umbrit murit 80 cm dhe gjysmë metër xhan që e ka rrezu atëherë ish presidenti ose kryeministri. Po nuk është vetëm kjo që ta kemi parasysh. Ne nënshkrim që e ka bërë njëti person për me vendos muri në veri të Mitrovicës, është ngrit muri dhe për reagon për një investim që ne në Kosovë për ditë bëjnë thirrje me ardhmë investitor të huaj me investu dhe ndroi shqiptarë. Do të thotë thjesht është kontravers me veten e vet. Në Kosovë ndonë me murin, në Shqipëri kërkon me investimet. Shqipëria është amanet, është identitet, nuk kemi tokë për të falur, nuk kemi identitet për të shitur. Pra thotë se e përkrah protestën pak a shumë për shkak të tokës që sipas zotrit Batiri për të falur. Dhe ka pas në nënshkrim me dhomë për muri, mendo. Po, ky investim kujt i shërben, Astrid, nëse fillojmë, cilës klasë të qytetarëve në Shqipëri do t'i shërbej? Se kjo është çështja, se investimet gjithmonë janë të mirë pritura, për çka ndodh tutje? Shqiptarët e Shqipërisë duhet me kërku transparencë si po ndodh investimi dhe në çfarë forme është dhënë. Por nëse shohim historinë, a ka pas transparencë edhe për investime tjera që janë bërë? Dhe kush e ka pësu? Ka qenë qytetar? Ka kërku këto, derisa ka kërku tash mendime politike. Në Shqipëri, me ardhur një investitor ose me pas investime të nivelit të tillë,
Unë që e shoh në dy aspekte pozitive. E para, kush është një investitor tjetër nivelit më të ulët që ka më hezitu më armë investu në Shqipëri, kur kemi investitor të këtij niveli që nuk hezitojnë vinë dhe investojnë në Shqipëri. Pastaj krijohet një klimë dhe një siguri e investimeve të huaja shumë më e mirë. Dhe e dyta, ne e dimë që interesi i krejt shteteve dhe fuqive të dhaja është në ato që shka investojnë. Dhe kur ti ke figura të rëndësishme, se ne sot dojmë e injoru faktin se nuk e përfaqëson Amerikën, po flasim për një kompani gjigande amerikane, pa e lidhë që është bija një presidentit amerikan që ka mandat dytë në Amerikë, ndikimi që nesër nëse kem bëjmë edhe me sigurinë e vendit. Sigurisht që impakti tyre, ne kemi pas impakt shqiptar në Kongres Amerikan, kur kemi qenë shtypë në Kosovë, lemo të nesër kur ke figura dhe kompani botnore që kanë parë dhe dojnë mirujt ato parë në vendin kur kanë investu. Dhe ka dy anë pozitive. Nuk po përjashtoj mundësinë ndonjë manipulimi të mundshëm, ndonjë keqpërdorimi të mundshëm, po këto duhet me kërku protestuesit dhe këto duhet me insistu protestuesit. Dhe jo me çdo kulm që me ndryshu ligjen, me vetëm se këtë temën e investimeve, kjo kërkesa duhet zhbllokohet Tirana dhe Shqipëria deri në momentin kur prezantohen dokumentacionet se si ka ndodhur. Po ne kemi fundit tjetër, sot jemi pak për të konsultacionin. Haradinaj, do të bëj një pyetje dhe do të liroj më pas sepse do të kemi edhe shumë të tjerë. Ai jemi ne, Haradinaj? Për ta përfunduar në atë pjesën që nisi diskutimi, që kush nga Kosova dhe si jemi përfshirë në këtë protest dhe do ta përfundoj me ju. E para, përfilloj kështu, bashkë të Bahtiri është organizata veterane ku i kem shku kur Zumuri dhe dina i mirë ku i kem himrena. Bile ai ka qenë pronë ndërtimit ati murit. Bahtiri është kokë politika ashtu si është, të kosht e ka zjedh aty vendin, ka fitu dhe tash do në mu përzi atje. E dyta, mos të harrojmë se në një kohë pikrisht investimet amerikane se mani man, besoj se ajo Alizut e bon man, Sali Berisha ndërtimin e fabrikës Coca-Cola dhe ke po ndërtojt fabrika pjesë parë kombëtare Coca-Cola. Sepse i shkon të përstoti. Shqeqani, turmat dhe njerëzit kanë drejtë të protestojnë, por mos tirem nemen të aspektit kam të drejtë, unë Shqipnia kam të drejtë, të gjithë shqiptarët kanë të drejtë mundi shqiptarë ku do që janë. Por, të gjithë shqiptarët duhet të dinë vetëdijshëm se si dhe sa është e drejta ati personale. E para, vota për cakton, e dyta, nëse unë në Shqipëri kam të drejtë të vi sa duhet shkoj, por nëse bëjt precedent penal, unë nuk kom një kod penal kombëtar të Kosovës, po dënona me kodin penal të Shqipërisë, ti zdoj dënor shtu me kodin penal të Kosovës, e të Maqedonisë fatkeqësisht ke pas një armik që na ka dhënë për shtete, jemi të akord për një bashkim kombëtar, dhe është zotit bëhet ashtu që ne për gjanat të përbashkëta të jemi bashkë. Por, në kësaj radhe nuk duhet si turb me paknajsi që të jënë të drejta qotë dhe për investimin, të ju jepim rastë dhe të kesh përdorët masa nga njerëzit të cilet unë po thëmë që për ditë ma tepër po del moska. Ne Iranit po i bje regjimi dhe ka kalu koha të din të gjithë, ka kalu koha e krijimit të hartat të gjelbërta. Këtu është poenta e kesh përdruar se kthej turbe. Një ushtari ushtrisht ligjtar Kosovës ka të drejtë edhe si ushtar, ish ushtar, se mos është ushtar, ushtrisht ligjtar Kosovës të merr pjesë në protestë. Por jo në emër të uçiges. Ndoshta mendon që pja kthen një pojë ku Shqipëria na ka afru, por në këtë rast i del gabushëm investimi. E qartë, Haradinaj, faleminderit, jeni shumë i qartë. Faleminderit shumë për lidhjen sot. Respekte, gjithashtu. Edhe zot tek sjellën në përgjithësi. Edhe zotrin Shulte e falenderojmë shumë, diçka krejt për fund sepse do të kemi lidhje të tjera. Do të shkojmë edhe nga Maqedonia, se u përmendën shumë, do të kemi atje Naimin, më pas do ta lidhem edhe Elenën. Zotrin Shulte, për fund diçka, si e sheh fundin e kësaj proteste, një analizë të shkurtë. Fundin spari do të kisha kërku nga demonstruesit, sidomos nga protestuesit vërtet sinqert dhe të ndershëm, do të kërkoja që sa më parë këtë projekt ta mbyllin, është i gabushëm në thelb. Në substancë është i gabushëm. Une që djathist, po t'isha në Shqipëri, se djathisti vërtet për krah shtetin e jo partin. Në këtë rast, po t'ishte Sali Berisha, njeri vërtet i djath, do të qohë dhe me mbrojt Edi Ramën deri në fund. Për shkak se Edi Rama në këtë pikë ka të drejtë. Në 100 tjera, absolut pajtohem me kritika dhe me gjitha ato që thuhet. Okej, faleminderit shumë për sot. Përshëndesim zotëri Shtufe. Faleminderit, do të mesim pak në studio derisa do të kemi lidhje të tjera. Bazilika, keni një reagim për të Kam diçka për të thënë, shikohet pak si protagonizëm ndërmjet Edi Ramës dhe Albin Kurtit. Neve e dim shumë mirë. Po ma në fund Vasilika dole të ame se e bëra pyetjet, por nuk i përmendi askush.
problemin, po mendova se do vine më vonë pyetje, ne dim sa e kanë ata pas ata problemi për të marrë atë leadershipin e udhëheqësit shpirtëror të shqiptarëve. Domethënë problemi real i tyre është problemi ndërmjet protagonizmit të tyre personal. Edhe kemi parë këtu në Kosovë, në përgjithësi ata përkrasit më të mëdhenj parti të vetëvendosjes kanë dalë hapur në përkraje të protestës. Ndërsa të tjerët po nuk po ndihen, sepse kjo tregon që inatin më të madh e kanë tek Edi Rama. Po vetëm Edi Rama fajin e largoi nga Kurti. Pse bëri këtë? U tregua pak i mençur, nuk e përziu personalisht Albin Kurtin, tha Albin Kurti është i mençur, tha për të futur. Por larg çorbës në verëtshme sipas Edi Ramës. Faktikisht e përziu pak pjesën e OÇK-s dhe pjesën e vetëvendosjes dhe pjesën e Iranit dhe bën është fantastik i bërjes së debatit politik. E bën thjesht për spostuar vëmendjen. Dhe njerëzit vërtet është spostuar vëmendja nga problemet reale që ekzistojnë aty në protest. Po ta din shumë mirë. Spostoi vëmendjen me një deklaratë, me një gest për influencerët. Çfarë po diskutojmë? Edhe për influencerët. Çfarë po diskutojmë? Edi Ramës i ka ardhur fundi, duam neve i ka ardhur fundi. I ka ardhur fundi, as nuk diskutohet. Ju thoni me ndryshime kushtetutëse thuhet fundit, me kushtetut, fjalën e fundit e ka sovrani. Dhe sovrani kush është? Janë ata 100.000 aty në shesh. Nuk ka rëndësi ata 800.000 që thot Edi Rama. Neve që vim nga Shqipëria e dim shumë mirë që ka udhëhequr Edi Rama, ka udhëhequr me klientelizëm. Tani para pak ditësh Spaku ngriu pasuritë e 200 milion njerëzve, e ndërtimeve, mafia e ndërtimit ka bërë që ka krijuar oligarkët e mëdhenj në Shqipëri. Dhe këtë duhet ta dinë, mos shikojmë atë sipërfaqen e jashtme, që ekziston sipërfaqe e jashtme. Duhet futemi në thelb të problemit. Shqipëria ata djem që kanë dalë atje, djem vajza të rinj që kanë dalë, tani fatmirësisht është bashkuar dhe me shtresa e mesme, ata janë qytetarë të lirë. Ata e mbajnë mend skenën politike janë nga 35 vjeç. 35 vjet ka Sali Berisha dhe Edi Rama në pushtet. Ata nuk e përfshin vetëm Edi Ramën, ata thonë Sali Berisha në burg, Edi Rama në burg, Belinda në burg. Dhe meqense ra muhabeti Belindës, Edi Rama e vulosi fatin e vet politik, e varrosi fatin e vet politik kur mbrojti Belinda Ballukun. Jo, ironia këtë kësaj në është se ne në Kosovë kemi një parti që ka dalë para që ka aktualisht 380.000 vota, ose ka pas që në kalu me 450.000 vota, dhe gjithmonë jemi thirrë në ato që populli, sovrani, ja ka dhënë, dhe ke pas një opozit që ndoshta në total bashk kanë bërë parafërsisht saj, dhe kemi thonë dhe jemi thirrë që sovrani vendos dhe sigurisht e sovrani ka dhënë fjalën e fundit. Dhe sot flasim ne që të minimizojmë 800.000 vota për shkak se 100.000 tjerë janë kondraj, kjo s'është në paralele korrekte, për shkak se edhe ata 800.000 janë sovrani. Dhe sigurisht që bile Edi Rama është parti shumë ma fuqishme në Shqipëri se sa që ne kemi pas vetëvendosjen në Kosovë. Dhe gjithmonë jemi thirrë që qytetari ka vendosur dhe qytetari vendos. Të tilla të nivelit që ka protestë në Shqipëri. Edhe 1.000 tiç të ishin natëshash, do duhet të ishin të rëndësishëm për kryeministin e një vendi. Shiko, arroganca politike, ignoranca, edhe unë në fillim e thash, edhe një nëse del. Për mua shumë i rëndësishëm dhe ka të drejtë proteste dhe nuk duhet të sillet me arrogancë dhe me ignorancë dhe të kesh trajtohet. Këto ata që fillim debatit dhe këtë pjesën e ndoj prej kësaj që ne po diskutojmë të drejtës pjesëmarrjes tonë protestë. Shqiptarët e Shqipërisë kanë të drejtë 24 orë gjithë vitin ta bllokojnë Shqipërinë dhe të rinë sepse ata po jetojnë, ata përballen me probleme, po unë që shkoj 2 herë, ndoshta 3 herë në vit për pushime dhe mund shkoj 10-15 herë për vizita të ndryshme dhe të shkoj të rrezoj një sistem politik atje që kanë zgjedhur qytetarët e Shqipërisë është jo morale dhe jo ndershme për anës teme, se s'ka pas drejt vote. Dhe deklaratën tënde të mëshme do ta lidhim më një herë në një linjë me Naimin, Elenën e kemi po ashtu. Mirëserdhet Elena dhe Naim. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Elena na lejo vetëm pakës që të flasim me Naimin për shkak se u debatua shumë dhe u përmend shumë Maqedonia dhe Naim. Ishte kjo çështja pra që kur ishin protestat për gjuhën shqipe, pse nuk u quam të gjithë, pse nuk protestuam kaq shumë të gjithë dhe po e bëjmë tani. Kështu që dua të dëgjojmë pak edhe nëse e bën këtë lidhjen, por edhe analizën tënde për këtë që po ndodh dhe pjesëmarrjen e gjithë shqiptarëve në protestën në Tiranë. Protestat për gjuhën shqipe në Maqedoninë ishin shumë selektive dhe kishte një qasje kundrejt etiketimit të qytetarëve të ri, të studentëve të Republikës së Maqedonisë që filluan domethënë të organizojnë protestat. Për fat keq
ata nuk u përfshitën sot që ngrejnë zërin kundrejt protestave në Shqipëri dhe shumë janë të zëshëm në protestat e Shqipërisë, po nuk ju dëgjohet zëri shumicës së qytetarëve të Maqedonisë për të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo është ajo dëmi i madh që i bëhet shoqërisë tonë, kjo është ajo politizimi i shkajshëm që i bëhet shoqërisë tonë, pa dashur të përcaktoj me njerëz apo me kategori, po ne nëse nuk jemi të vetëdijshëm për të drejtat që na takojnë neve, për të drejtat e qytetarëve të Maqedonisë, ko të kërkojmë të stabilizojmë Shqipërinë, për shkak se Shqipëria është njësi administrative në vete dhe ne nuk kemi askush që të rregullojmë statusin statusin në Shqipëri. Padyshim mund të solidarizohemi dhe mund të mbështesim protestat në Shqipëri, pasi protestat janë revolucion dhe duhet mbështetur çdo protestë, çdo liri që qytetarët e kërkojnë, por para se të kërkojmë të drejta apo sensibilizim me shtetet tjera, duhet të ndërtojmë shtetin tonë, të drejtat tona dhe duhet të na interesojnë të drejtat tona. Ne të drejtat tona i kemi haruar, ne nuk flasim për të drejtat tona, ne nuk flasim për mohimin e gjuhës shqipe, ne nuk flasim për ndryshimin e emrave të rrugëve brenda natës apo të shesheve, dhe ne nuk reagojmë as pak këtu, por na interesojnë problematikë që në Shqipëri. Po, këtë po është edhe Astriti më herët në studio. Ajda, kalojmë tek Elena? E kemi. Po, me që Elenën e kemi edhe nga diaspora, gjithashtu ndoshta na jep një mendim se a do duhej pra shqiptarët nga diaspora t'i bashkuan kësaj proteste dhe një mendim, a jeni pro apo kundër asaj çfarë po ndodh në Shqipëri, Elena? Unë nuk e kam të qartë se si organizohen shqiptarët për një temë që mendoj që nuk është ajo temë aq e rëndësishme jetike, kombëtare, që me dalë 100.000 njerëz në shesh. Problemin unë që shesha është se në mediat ndërkombëtare po flitet për Sazanin, nuk po flitet se këta lajme që i kemi lokale, domethënë Shqipëri dhe në Kosovë, një pjesë janë të pakënaqur me Edi Ramën, një pjesë me Sali Berishën, ka çështje tema edhe të mirëqenies, domethënë në protest kanë dalë të gjithë ata që catch all. Dikush shkon atje me marrë vëmendje, dikush shkon atje me protestu për Sazanin, por dikush tjetër vetëm është ra prej. Por unë këso proteste kisha dashur që do të bënim kur është arrestu Hashim Thaçi, kur është marrë Kadri Veseli, kur është marrë Recep Selimi, kur është marrë Jakub Krasniqi. Kështu neve të bashkuar është dashur të na sheh bota ndaj një padrejtësie, ndaj një gjykimi, ndaj një trillimi që është trilluar dhe miratuar në Parlamentin Evropian, dikmarti raporti ku implikohet po ashtu dhe Shqipëria. Këto protesta është dashur ne të kemi. As në Kosovë nuk ka qenë numri aq i madh. Ndoshta Astriti ka informacione më të sakta sa ka qenë numri. As themi këto shqiptarët e Kosovës, siç po i quajmë, nuk kanë dalë aq shumë në këto protesta. Elena po thotë që ka kon interes nacional kombëtar. Ne kemi qenë përfshirë me dy shtetet në atë raport. Sepse edhe në Shqipëri kanë dalë në protestën që ka qenë kundër mbrojtje të UÇK-s. Elena po flet për në arrestu dhe jo tash të simbolike që janë. Bon Elena. Unë çfarë po them është se kësi proteste kaq të mëdha ish dashur ta kemi njëjtë për kur arrestohen ata. Jo se a ka pas protesta, s'ka pasur. Ne dim numrin se sa kemi dalur. Muçun shqiptari prej Kosovës që ka rry me reduktime, që s'ka rry në Kosovë, që është refuzu gazi Amerikan, me marr rrugë, me shku me protestu në Shqipëri, ti nuk je mirë diçka me vetveten, sepse mas pari ti dush me protestu për temat që ty të implikojnë direkt në jetë. Ti s'ke rrymë. Gazi Amerikan është plan strategjik që ne me pas me Ameriken u refuzu, pse nuk dalin për këto tema, se kjo është tema e shqiptarëve të Kosovës, se jo Sazani e Zvërneci, sepse investimet duen, Bregdeti i Kroacisë thuja se është krejt investim anglo-gjerman.
Ki shumë të drejtë në një pikë sepse protestat të cilat janë mbajtur, pikërisht për çështjen e rrymës në Kosovë, më shumë ka pas gazetar, kameramana se sa ka pas qytetar, edhe pjesëmarrës. Në këtë pikë ka të drejtë. Po Elena, ku është edhe keqja nëse një prej Kosovës çohet dhe shkon në Tiranë dëshiron të marrë pjesë në këtë protestë, të tregoj një lloj sensibilizimi. Ku është e keqja këtu? Dhe dashurie. E keqja është që shkon rrymë ai që shkon me protestu për Sazanin dhe Zvërnicin në Amerikë. Ai nuk ka rrymë Kosovë, nuk ka sigurim shëndetësor, klinikat i ke hajmedet, pa kur gjo po qona, unë po shkaj, po në Shqipni me protestu për Flamingo e Sazan e Zvërnet. Jepër se këto gjona janë këtu, po dalim tani balash popull, jemi të i dalë balash popull na. Si mucu me marë rrugë, me shku, si prej nga Macedonia, si prej Sheva, ti merru me çështjet tua lokale mas pari, nreshi punët tua mas pari, tani shko dhe protesta për Zvërnetin e simbolet e UÇK-s atje në këtë protestë. E po ajo është kesh përdorim, se s'ka të bëj protesta as pak me flamurin e UÇK-s. Dhe nëse shpresoj se ka ndonjë ligj në Shqipëri me denoncu atë person që e përdor flamurin e UÇK-s në këtë protestë. Sepse s'ka kur gjë të bëj me UÇK-n. Ku ishin atëherë kur është dashur të përdoret flamuri i UÇK-s në protestë kur arrestohen Hashim Thoçi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli. Më lejo këtu, sepse dua të kaloj tek Astriti se kishte një reagim në një shkrim nga publicisti Bardel Mahmuti që kishte thënë simbolet e UÇK-s nuk kanë punë në protestën e Tiranës. Dhe këtë po e lidh me faktin që mos të vinte deri te një keq përdorim, siç po e thoshte edhe Elena. Po, unë respekt maksimal për Bardel Mahmutin, veç se e pash ma herët reagimin dhe është e vërtet që ne këto simbole për shkak që me prek popullin në ndjenjë, emocion, me i kesh përdor për gjona politike është tepër naive dhe tepër e ulët. Për faktin se, nëse, për i lidhim atë dhe dashurin që po thot, nëse do të kishin këta njerëz dhe dashuri edhe të tjerët para këtyne, simboli UÇK-s ka bothirë njëherë për unitet kombëtar. Dhe sa kishte ky simbol i UÇK-s këtë unitet kombëtar dhe këtë përkraje, ne e kem pas rastin kur jo me tjerë individ, jo parti politike, këto 3 shkronja që po keq përdoren dhe po përdoren për kur për i teket dhe po përdhosen kur për i teket, kanë bo një thirrje kombëtare. Dhe atëherë kem pas interes kombëtar. Atëherë kem pas vërtet nevojë për unitet kombëtar dhe për bashkim. Sa u bashkum, sa kem në këto thirrje dhe këto 3 shkronja që sot po i përdorin për protestë për interesa politike. Dhe një shembull tjetër, unë e kom qenë student, protesta e parë, më falë Elin, e kuptoj se kom pas njëtin rast me ty kështë në lidhje dhe e di sa është. Unë e kom qenë student dhe protesta e parë prej studentëve të Universitetit Prishtinës që ka qenë në mbrojtjet e lapidarit Lugin Përshevës, ka qenë pikërisht një iniciative imja personale që kom bashku gjitha organizata studentore dhe kem bo. Ka zgjat në për disa qytete, ka një orë protest dhe është shumë e aqë. A nuk ishte atër thirrje për unitet kombëtar për përdosje të vlerave kombëtare, që shkuan aty ushtarët serbë dhe e kapën e gjujtën në Beturina një pjesë me emrat gdhendun të njerëzve që kanë vdekë për liri dhe pikërisht për këtë atë dashuri, ku ishin këta shqiptarë? Dhe kjo që narrativa e bashkimit kombëtar dhe ndjenjës kombëtare duke përdorur për interesa politike dhe jo për interesa kombëtare të sakta, mu kjo më shqetëson edhe më pengon. Dhe nëse s'marr ku veç një minutë. Një shembull konkret pa dashur me promovu ndoshta bizneset dhe kërkoj falje nëse e bëj këto pa vedije. Po është një kontratë që ka pas një kompani shqiptare në Gjakov me Amerikën për prodhim dyshekëves, po përmend prapë emër. Dhe po kërkoj thash falje, po është një shembull konkret. Një kontratë biznesi për shitje, a di çfarë impakti pozitiv ka pas për neve? Ke pas punëtor me 3 ndrime në Gjakov dhe ke pas rroga 700 euro me shujta, me udhëtim, me krejt. Dhe sot shkputja e asaj kontrate, po flas për një kontratë thjesht, jo për një investim kaq marramens, ka rezultuar në jo përgjysmim, po 60% të reduktimit të aty në punëtorëve. Nuk ka më 3 ndrime, s'ka më ato paga, ul pagat, nuk ka më shujta, për faktin se ky është impakti amerikan biznes. Dhe tash llogaritë të tillë sot do të kishte një impakt, një investim i tillë marramens, kurse ka pas një kontratë biznesi e thjesht që ka pas disa transport dyshekëve që ndoshta nuk e përbën as 1% të asaj që ka pritet me pas investim dhe impakt ky investim amerikan.
Unë mendoj se simboli UÇK-s vërtet është i shenjtë, absolutisht nuk duhet abuzuar me atë, por në ata 100.000 njerëz në shesht, aty ka rryma të ndryshme, parti të ndryshme, ka të djathtë të majtë, të qendrës, ka LGBT, ka nëna me karrocë, siç e thash fillim, edhe dikush që vendos për të marrë simbolin e UÇK-s, nuk e besoj se e përdos simbolin e UÇK-s. Kur simboli i UÇK-s përdoret në ndeshje, përdoret në dasma, në fejesa. Dikush që e ka marrë nuk mund të penalizohet. Nuk mund të penalizohet pse e morë ti, kur merret gjithandej simboli i UÇK-s. Simboli i UÇK-s është në zemër. Vendoset nuk vendoset atje është në zemër. Po më duket sikur po abuzoni dhe po mundoheni ta ndani Shqipërinë nga Kosova. Nëse kemi neve një falje, duhet kërkojmë për këta shqiptarët e Maqedonisë. Vërtet shqiptarët e Maqedonisë e kemi lënë pak më anash, nuk kemi marrë shumë, kemi përfshirë shumë me problemet reale të tyre, dhe kur u përfshi Kosova, problemet reale të Maqedonisë, më shumë ka prishur punë se sa ka drejtë. Ne nuk po flasim nëse dikush ka të drejtë me përdor personalisht. Po flasim për keqpërdorimin e organizatorëve dhe personave, figurave të Edhe kjo që ne po dojmë me do Shqipërinë për Kosovës, kjo është një deklarat që vërtet nuk shadosh kur vendimi Vasilikës, sepse jemi na që kem vdek edhe kem der gjak para 26 vjetë, pikërisht për bashkimin pa klasi popull. Dhe nëse s'kom vdek, unë kom pjesëtar familje që kanë dhënë pjesë gjymtyr trupit dhe ka qenë këtu pikërisht në televizionin e Juve si emision. Po ne jemi ata që kem vdek, kem der gjak dhe kem luftu për bashkim me Shqipërinë. Dhe nuk kemi ne ata që po dojnë na mendosh Shqipërinë për Kosovës, dhe këto janë kjo është ajo nuanca e tendencës që me përdor çdo vlerë kombëtare të ju thirrën to për keqpërdorime politike. Mënyra ndoshta edhe zoti Rami është referenca ku nuk kemi nevojë. Ne s'po dojmë mendosh Shqipërinë sepse jemi të ndomë. Është një shtet që ka simbol, ka pasaport, ka kufi dhe ne jemi një shtet. Po pse potencioni ka shumë neve e dimë. Të bashkohemi, nuk dojmë ne të bashkohemi të rënu një sistem tjetër. Ne le të bashkohemi për bashku bashkë dhe të krijojmë ndoshta ne institucionet të bashkëta. Dhe vendimet politike nuk e rënoni juve. Edhe më pas edhe tek Naimi, patjetër se te Naimi kemi pyetje të tjera. Po Elen. Flamuri UÇK-s është keqpërdor në mënyrë të skajshme. Kjo protestë nuk ka të bëj asgjë me UÇK-n, hiç nuk ka të bëj. Dhe ta përdorësh ti flamurin e ushtrisë lirimtare të Kosovës në një protestë, kur të gjitha rrymat janë aty, unë mendoj është keqpërdorim i skajshëm. Dhe të gjitha ata që nisen prej Kosove tash me shku në Shqipëri, unë i rekomandoj protestani për gazin amerikan. Dilni protestani për rrym që s'keni. Dilni more protestani pse po blina na pi Serbis rrym. E shkoni ju atje për sezonin e Svërnecin. Dilni protestani për këto gjana. Këto i vyn Kosovës mu rregullu. Jo me dole me shku atje Zvërneci e sezoni e çka jo tjetër. Okej. Naim, pak më personale duat pës, pra duke qenë se e kishim edhe këtë protestën javë më para, për gjuhën shqipe, nuk e di personalisht, e ke ndjer edhe a ke qenë në protestën në Tiranë? Kam qenë në protestën në Tiranë. Tirana ka dhënë një mbështetje shumë të madhe Maqedonisë së Veriut me këto protesta. Po? Tirana i ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, po thoja, në këtë çështjen e gjuhës shqipe. Të madhe studentët, të madhe, nuk e ka dhënë ndonjë mbështetje të madhe, një mbështetje normale për studentët, se kishte mbështetje e madhe do të ishte edhe mbështetje politike, po jo mbështetje nuk ka qenë. Mbështetje studentët s'kan pas as nga politika në Kosovë, as nga politika në Shqipëri, kanë qenë jetim një platforme në organizimin e tyre, flas për studentët e Maqedonisë dhe nuk mund të krahasohet me protestat tjera, që në base kanë edhe mbështetje politike. Kam qenë vetë në protestat në Tiranë, tash edhe më herë protestat janë i ri. Kur po përfshihet politika, kur po ndërhyj politika në këto çështje, më pas po vjen kjo kritika që po politizohet. Tash, në këto mbështetje që po jepet, të përfshihet apo mos përfshihet politika? Unë pe kuptoj konotacionin se si po e thua, për çfarë mbështetje. Po ja, dhe ky është debati tani, që ku është politika në këtë protestë? Mbështetje politike apo faktori politik padyshim që çdo herë është domosdoshëm dhe ka një rëndësi të veçantë. Varësisht nga lloji dhe nga forma se si ndërhyjnë në një lloj organizimi. Studentët duhet të lihen të pavarur, të organizojnë formën e vet, dëshirën e vet, protestat dhe të ngrejnë zërin, të protestojnë për të drejtën e tyre që është shumë dhe thelbësore dhe shumë e drejtë. Gjuha shqipe të jetë gjuhë e përdorur.
thjesht pikë. Mbështetja politike është kërkesat politike që vinë nga subjekte, nga faktorë të ndryshëm që mbështesin studentët dhe mbështesin interesin e tyre që të drejtat e tyre të implementohen. Pa faktor politik, pa dyshim të drejtat nuk mund të implementohen, dhe pa presion politik të drejtat nuk mund të implementohen, apo kërkesat nuk mund të implementohen. Ne kërkojmë, domethënë, këtë presion politik të bëj Kosova apo Shqipëria, apo si e bën edhe Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian me një raport dhe thotë që studentët e Maqedonisë kanë të drejtë dhe duhet të protestojnë, ndërsa Kosova dhe Shqipëria trishtohet, priket. Janë në gjumë. Domethënë, problemi nuk është te organizimi politik. Ka rëndësi mënyra se si përfshija dhe si ndihmojnë. Po, Naim, të falenderoj shumë se jemi duke shkuar drejt fundit edhe e vlerësoj shumë që ju kuadrova për këtë debat. Të rëndësishëm. Dhe kisha më shtu të Naimi, nuk është problemi i mbështetjes politike, është i keqpërdorimit politik, sepse para se me qenë pjesë e partisë politike se cili është qytetar i atij vendi. Dhe sigurisht që keqpërdorimi i protestave të tilla, kur faktikisht nuk ka ndonjë impakt që po thirret në ato, edhe mbështetja politike është diçka tjetër. Nëse kem pa pe asnjë institucioni shtetëror, asnjë vendi ose ndonjë figurë shumë të rëndësishme shqiptare që ka dërguar qoftë një notë proteste në institucionet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian apo ku do të qoftë ajo që ka impakt për këto që kanë protestuar studentët e Maqedonisë. Dhe ka përfunduar me gjysore një orë protestë, gjithçka. Sot kemi 23 ditë protestë. Dhe do të thotë kjo tregon atë seriozitetin kur dojnë njerëzit. Dhe sigurisht që prap në Shqipëri, veç mos keq përdoret për ardhjen pushtet të askujt. Qytetarët e Shqipërisë le të protestojnë dhe le të jetë protestë e paknasive qytetare dhe të arrijnë qëllimet e veta. Çfarë kemi Naime, që ka qenë edhe në protestën e studentëve, por ka qenë edhe në protestën në Shqipëri. Naime ti themi, është gabim që ka shku? Ndjej shumë keqardhje që Naimi është pe pjesëve shqiptarëve që sot nuk i mbrohen të drejtat e tina dhe kuptoj plotësisht këtë ndjesi dhe kuptoj se si Naimi ka plot shqiptar që janë njerëz që e dojnë atë dheun, janë njerëz që dojnë me ndryshu, po nuk kanë mundësi të bëjnë as hapin më të vogël, për shkak se mungon mbështetja shqiptarëve dhe brenda e vendit ku jeton, se për jashtë qytetet s'ka hiç. Kanë dieta arsyeshme që të shkojë edhe në Shqipëri, ti bashkohet edhe atyre të tjerë. Jo, ajo bashkuar në protestën për gjuhë në Shqipëri, jo këtë protestën aktuale. Jo këtë protestën aktuale, për protestën aktuale. A kemi Naimin apo pyetje nëse ka qenë në protestën që është bërë. Unë e kuptova që ka qenë. Edhe unë e kuptova. Naim, a ke qenë në protestën që po bëhet në Tiranë? Po, ishte që mbajt në Tiranë, ishte ditën e 16 apo 15 ashtu. Ka qenë. Ishte s'ka asgjë tjetër. Dhe pse nuk shkove pastaj mo Naim? Respekt për ty. Pse nuk more pjesë mo pastaj përveç një ditë 16 dhe jo more dhe mas? Fizikisht se jeton në shtet tjetër. Le të përgjigjet Naimi, se Ta dëgjojmë Naimin, lutem. Interesi për mua është më e rëndësishme që qytetarët ai flasin lirshëm dhe të kërkojnë, si thash, liritë e tyre dhe të drejtat e tyre. Këtë rast që është një krizë ekologjike, nuk ka diçka kundër. Naim, politik nuk duhet të ndërhyjë më shumë. Urdhëm. Po, cila ka qenë arsyeja pse ti ke vendosur dhe ke thonë po shkojnë në Shqipërinë, Tiranë, po i bashkangjitëm kësaj proteste? Arsyeja kryesore. Po, thjesht ndëgjova shumë paragjykime, dëgjojsha shumë njerëz që flisnin për protestën në Tiranë dhe thash pse nuk shkoj vetë tash se si është puna dhe si është çështja e protestave në Tiranë. Je në Tiranë. Je në kafe. A do ta kishat dëshirën për të dalë? Ai vrulli dhe emocioni neve na përfshin nganjëherë dhe ato veprime që ne i bim pishmon pastaj. Dhe sigurisht të përfshin ai vrulli i mosës. Dhe prap ne falenderoj shumë që ti më vërtetove në diçka që Vasilika më mohoi më herët, që ka njerëz në protestë që dalin vetë pse po shohin protestën dhe po shohin atë narrativ që kriju, po jo arsyeën e vërtetë. Këta e vërtetë. Falenderoj shumë. Po absolutisht jo. Nuk e kontestuar. Jo, dash po na jemi vetëm çndro edhe pak, sepse ishim ditë më parë kemi qenë në lidhje tjetër me dikë pekerësh nga Maqedonia Varit, por që jeton jashtë. Ishte Rita, dhe ajo po tregonte që kishte shkuar në Shqipëri, në ndërkohë kishte shumë turistë, shok dhe shoqë kishte marrë me veti, të cilët nga Kurreshtja dëshironin që të dilnin në protesta dhe t'ju bashkoheshin qytetarëve. Edhe pjesë. Dhe unë edhe kjo s'ka asgjë të keqe, këtë po. Jo, shikoj ne po flasim për keqe. Unë na falem për numra. Dhe unë thash siguroj që është një përqindje e madhe që nuk dim pse po protestojnë. Që nuk i din po, okay. Naim, faleminderit shumë. Elenën vetëm edhe një pyetje se më pas do ta përfundojmë me studio diçka konkrete. Elena, a mendon ti që politika kosovare, aktorët e politikës kosovare janë të përfshirë në këtë protestë? Po si duket po, sepse ai Elvis Hoxha kem protest.
a i këshilltari Albin Kurtit, dul në foto se unë po marrë pjesë, do më thonë, këta përzien, këta LVV-istat gjithka i gjenë, gjdo kun ku ka të bëjt diçka antikomtare, anti-shtet, gjithmon i gjenë këta të përzim. Elvis Hoxha ke atë, si të majtë, si që jenë, se anti-investime, anti-pare, anti-zhvillim, gjdo sen janë këta. Kur unë mendoj që po dhe do të mendoj që ndoshta dhe kam frikën se do të eskaloj kjo protest dhe unë nuk do të doja kështu ta shoh Shqipërinë që protesta eskalon dhe ka një përfundim tragjik. Sa i përket investimeve, projektit, po ish dashur mirë të ketë një debat të hapur që popullit me qeni përgatitur, por me nis prej nga Macedonia, Presheva, Kosova, me shku me protestu, unë jam totalisht kundra kësaj, sepse mas porin reqi punë mrena në shpitone, tani shko protestot diku tjetër. E kuptuam. Elena, falenderit shumë. Elena si gjithmonë, përveç gjitha ato që i thot edhe i interpreton. Falenderit shumë Elena, knasi gjithmonë dhe duan ta përfundojmë natyrisht me Vasilikën, duke e njohur mirë terrenin atje, duke e njohur politikën dhe gjitha zhvillimet ndër vite. Vasilika, cili mendon që do të jetë fundi i këtyre protestave dhe ndoshta ti në një formë e the pak çështjen e Ramës se si mund të përfundoj, po si e parashikon, çka mund të ndodhë, cili do të jetë fundi? Duke bërë analizën e protestave në Shqipëri, mendoj se do ketë rezultat. Rezultati nuk mund të parashikoj, do ketë një forcë re politike, do japi dorëheqje Rama, do krijohet ajo qeveria tranzitore ose kalimtare që quhet për 12 muaj. Ne dim që protestat në Shqipëri është dukur sikur s'kan lënë shenjë, po kanë lënë shenjë. Atëherë ne mbajmë mend për armët kimike, nuk u depozituan armët kimike pikërisht për protestat që u bën në Shqipëri. Ka qenë protesta e studentëve, përsëri u kthye, u detyrua Edi Rama që të ulej me studentët. Kështu që Edi Rama, sepse po e shikojmë, që dhe brenda grupit politik të PS-s kanë filluar njerëz dhe po shkëputen. Mariana Koçeko, për shembull, deputetja socialiste doli hapur kundër Edi Ramës, Elisa Spiropali, pavarësisht se u duk sikur doli hapur sepse Edi Rama e hoqi nga ministra e jashtme, ajo ka dalë hapur dhe ka dalë në mbështetje të protestës. Këto janë si Ditmir Bushati, një personalitet i politikës të jashtme, ka qenë ministri i jashtëm dhe gjithmonë atje ku ka qenë ai ka shkëlqyer dhe ai ka dalë kundër Edi Ramës. Të gjitha këto sinjale tregojnë që po shkëputen nga anija, sepse Partia Socialiste ka dhe njerëz të ndershëm. Ata nuk duhet implikojnë me qeverisjen e Edi Ramës, e cila faktikisht duhet ta pranojmë që ka degraduar. Ka degraduar, Edi Rama ka udhëhequr ose me oligarkët edhe me kartelet e drogës. Nuk ishte se si ndryshe të ishte ky debat, ka një orë sa që s'jemi ndalur, opinione dhe këndvështrime të ndryshme kemi para, ndryshe për ditëve të tjera, sidomos të thash edhe pak më herë, tani me kur kemi deklarata politike nga aktor politik, sikur kanë filluar të ndryshojnë pak edhe qëndrimet e njerëzve për gjithë ato që po ndodhin në Tiranë. Faleminderit shumë Astrid, faleminderit Vasilika shumë. Faleminderit. Kemi ndërprerjen e parë. Një thirrje se po më duket që Astrid edhe diçka po do bëj. Përveç që shqiptarët duhet të jenë bashkuar gjithmonë në interesat të mëdha kombëtare, secili le ta di vendin dhe të analizojë ato çka po don dhe mos shkojmë vetëm pse ka turma, sepse turmat jo gjithmonë janë sakta, dhe shpresoj që në Shqipëri Edi Rama të reflektoj, ta bëjë një debat më të gjatë rreth këtij investimi, sigurisht që duhet të marrë shumë seriozisht kërkesat e protestuesve, të trajtojnë në mënyrë më dinjitoze protestuesit dhe nashta në bashkëpunim me ta të gjejnë një zgjedhje të përbashkët për të mirën e Shqipërisë dhe për nga vetë shqiptarët e Shqipërisë pa neve dhe pa tjerë aktorë të jashtit që mund të kenë interesa ndryshme, qoftë pozitive, qoftë ndoshta edhe negative për vendin ose edhe vetë personalisht për përfitimet e tyre. Sigurisht. Debati i gjatë që do të jetë për këtë pjesë është transparenca dhe hapi parë rreth transparencës së investimeve. Bravo, kur thua që duhet i marr parasysh kërkesat, kjo i bie që edhe t'jap dorëheqjen ndoshta. Nuk thashë të zbatoj, po ti merr parasysh dhe ti trajtoj. Thua që zbatimi trajtimi do të ti këtu ndryshe prej Vasilikës. Po ta japim fjalën se do debati pra. Start po. Edhe çfarë ka shumë debati duke u kapur për fjalë. Respekt gjithashtu. Kemi ndërprerje